Sa për Europën, shqiptarë duhet të kuptojnë një gjë që shtëpinë e rregullon vetë i zoti i shtëpisë. Nuk të vinë komshit të rregullojnë shtëpinë. Kjo është e para. Po na e lanë shtëpi komshit atë që nxorr në 2021, apo harrove si doli Yuri Kim dhe Europa thanë, zgjedhjet i fitoi Rama kot pa. Yuri Kim nuk është Europa dhe Meloni nuk është Europa. Për mua. Meloni po na sjell vetëm këto terroristët. E di Europa që në Shqipëri ka 12 vjet u udhëheq një hajdut, një i korruptuar, një i degeneruar, dhe Europa përsëri, por duhet të jenë vetë shqiptarët ata që duhet të marrin masa. Këtu jam dakord. E kupton, nuk mundet tani, po them, në shtëpinë time e rregulloj unë, nuk ma rregullon komshia. Qëndron. Këtu e kam, kjo është kryesorja për mua. Dhe shqiptarët duhet të kuptojnë një gjë, që nuk duhet ta mbajnë një qeveri 12 vjet, as 8 vjet, as 4 vjet, duhet ta ndrojnë vit për vit, si ka ndodhur në Itali, që në 60 vjet u ndruan 60 qeveri. E mori zhvillim Italia. Ka gjë duhet jenë në gjendje ta kuptojnë. Ata që duan ta kuptojnë, se pastaj ka dhe që nuk duan ta kuptojnë. Dakor. Ky është mendimi im. Qëndron. E vlerësoj mendimin tuaj zotëri, ndërkohë do të vazhdojmë me tjera mesazhe pa humbur kohë.